Do të flasim sot për tregun imobiliar dhe konkretisht për rolin e agjencisë Centri 21 në këtë treg. Të ftuar në studio kemi zonjën Ilda Rusi, broker në Centri 21 Infinity. Përshëndetje, mirë se erdhët, është kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësia gjitha imja. Zyra juar që është pranë zonës së Nënkaçeve ka thuajse një vit që është hapur, pranë në korrik të vitit të kaluar. Si e gjeni veten në treg pas thuajse një viti? Me thënë drejtën, ne jemi shumë të kënaqur për ecurin që kemi pasur në më pak se një vit. Kjo fal lokacionit, brendit që neve mbajmë dhe stafit mrekullueshëm me cilin nuk kam fatin të punoj çdo ditë. Pse keni zgjedhur pikërisht markën Centri 21 për të hyrë në këtë treg kur mund të gjeni një markë tjetër apo mund të hyni të vetëm? Pse është kjo zgjedhje? Pyetja juaj është me vend, nuk keni e para në fakt që ma keni drejtuar. Centri 21 është një markë globale që i ka fillesat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po që shumë shpejt ka pasur një impakt në një pjesë të madhe të vendeve të Europës perëndimore. E dyta ishte struktura më mirë organizuar në momentin që ne vendosëm të hidhnim hapat drejt tregut imobiliar, sikurse dhe kemi një asistencë perfekte nga Centri 21 Albania, e cila kurohet jo vetëm në momentin e nënshkrimit kontratës, themi dhe të bërjes pjesë e kësaj marke, po në vijimsi dhe në çdo ditë dhe në çdo detaj të vogël ose të madh qofshin ato të lidhura me dimensionin e tregut. Pra ishte kjo një nga arsyet që ju zgjodhët këtë brand për shkak se donit një sukses të garantuar, po themi, dhe jo të hynit e vetme në treg dhe të merrni përsipër riskun? Janë pak të gjitha. E vërteta është që tregu imobiliar dhe në perëndim ka vërtetuar që sistemet e franchise-ve janë shumë më të suksesshme se sa zyra individuale, të cilat lidhen shpesh herë vetëm me karizmën e liderit ose të brokerit të një zyre. Fakti ka treguar që Centri 21 është i suksesshëm në çdo vend që ka qenë prezent dhe suksesin e kanë vërtetuar dhe zyrat e tona si motra që ishin hapur para nesh dhe që na dhanë një mbështetje shumë të madhe në momentin e lançimit. Dhe pse jo për të evituar një pjesë të mirë të riskjeve. Është normale. Si adresohen klientët tek ju? Gjithmonë është një kuriozitet. Vinë me anë të rekomandimeve, njohin markën, lokacioni, cilat janë komponentët që bëjnë që një klient adresohet në zyrat tuaja? E vërteta është që themi klientët kanë një variacion në tipologji dhe si e tillë edhe një variacion nga referencat për cilat ato vinë në zyrat tona. Lokacioni është shumë i rëndësishëm, të paktën në rastin ton, por në 90% të rasteve, sidomos kur flasim për klientë huaj, ata i besojnë markës, i besojnë patentës, pra Centri 21, i besojnë eksperiencave të suksesshme që kanë pasur më përpara me zyrat e tjera Centri në Shqipëri, dhe pastaj ata shohen me zyrën tonë, ndoshta për profesionalizmin, për lokacionin, ndonjëherë dhe për referenca që mund të kenë nga miqtë e tyre për agjentët ose për zyrën. Për sa i përket klientëve shqiptar? Klientët shqiptar është shumë e vërtetë që në 90% të rasteve vinë me njohje. Pra në një farë mënyre ose janë ish klientët tonë, cilët na i referojnë, ose mund të jenë miq të afërt. Ndonjëherë ndodh që e shikojnë në sistem dhe kjo është një pjesë shumë, domethënë gjithnjë në rritje e klientëve që na vinë nga sistemi, pra e shohin sistemi Centri 21, fillojnë të interesojnë për prona, shikojnë lokacionin dhe marrin kontaktet e zyrës. Në një thuajse një vit, se duhet të theksojmë që çdo agjenci Centri 21 më saktë ta themi, funksionon si një e vetme, ju jeni Infinity. E marrim si bilanc pothuajse një vjetor. Ju si aja ka vlitur, domethënë hyrja në këtë treg, si e gjeni veten, cili është bilanci, pra ishit blerjeve, qërave? Që t'jemi sinqert, fillimi gjithnjë është pak i vështirë, pavarësisht se neve marka na amortizoi të themi fillimin, sepse normalisht domethënë nuk ishte si ta hapnim vetëm me emrin tim për shembull ose me një emër rastësor, po kishim një emër të madh mbi kurriz, kishim Centri 21, që na solli shumë benefite për sa i përket njohjes, për sa i përket klikimeve të faqes, për sa i përket prurjes pronave, por absolutisht që mund të them që në fund, domethënë afërsisht brenda vitit të parë, bilanci është pozitiv, sepse kemi pasur transaksione të mbyllura, transaksionet të cilat në fillim na janë asistuar nga zyra qendrore ose nga zyra të tjera tashmë kanë filluar të konsolidohen brenda zyrës, kemi klient kënaqur dhe kemi shumë kërkesa të cilave nuk po japim dot
zgjidhje të themi. Dhe kjo për mua si broker e Infinity është një indikacion shumë pozitiv. Një pikë e fortë e punës suaj pra e agjencisë Centri 21 janë dhe trajnimet. Unë vetë i kam ndjekur disa prej tyre, zhvillohen të hënën, të mërkurën dhe të premten. Për agjentët, po. Për agjentët. Në fakt sa ndihmon kjo në punën e agjentëve dhe për qenë suksesshëm në treg, pra për gjetur ato prona, për të shitur, për të luajtur rolin kyç në tregun e shitblerjeve, po theme. Që të jemi të sinqert, trajnimet janë një domosdoshmëri, aq më tepër që në Shqipërinë ne nuk kemi një infrastrukturë akademike që gjeneron agjent, sikurse mund të ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në një pjesë të vendeve të Bashkimit Evropian. Në Shqipërinë në 90% të rasteve agjentët tonë vinë nga backgrounde të ndryshme, që mund të jenë ekonomik, juridik, shkenca sociale, mund të kenë informacion për tregun imobiliar, por nuk janë akoma gati që të lançohen atë dhe të bëjnë profesionist. Andaj trajnimet që ofron Centri 21 Albania janë jo vetëm shumë të nevojshme, jo vetëm shumë kurative, por e vërteta është që ne kemi vënë re te agjentët që në momentin që përfundon trajnimi, kanë shumë më shumë informacion, kanë shumë më shumë vetbesim dhe në një farë mënyre i adresojnë akoma më mirë qoftë klientët, qoftë pronat të cilët ato janë duke menaxhuar. Sepse nuk ka një shkollë pra që ti nxjerr si agjent. Kjo është e vërtetë. Është pikë e dobët e këtij profesioni, po themi. Është e vërtetë që në Shqipërinë ne nuk kemi shkolla, por ne jemi munduar në bashkëpunim me Centri 21 Albania, unë si broker, po menaxher i zyrës gjithashtu, që të përshtasim sa më shumë informacione të mundura në një periudhë prove që ne i quajmë, 3 deri në 6 muajt e para, që agjenti përveç se merr gjithë informacionin e detyrueshëm në lidhje me legjislacionin, në lidhje me tarifat, në lidhje me mënyrën e asocimit me klientin, gjithashtu merr dhe gjithë informacionin e nevojshëm nga trajnimet. Trajnimet, të cilat zhvillohen në mënyrë periodike, shumë sistematike, e ndihmojnë agentin që në këtë periudhë prove të themi, ai të jetë i gatshëm që dali dhe të lançohet si një profesionist në treg. Të flasim pak për çmimet. Centri 21 Infinity është në qendër të kryeqytetit, po themi në zonën e Nënkaçeve që mbulon një zonë të gjerë, që nga rruga Elbasanit, rruga Kavajës, rruga e Durrësit. Si janë çmimet e apartamenteve në këtë zonë për të kaluar më pas edhe në çmimet e ambienteve komerciale? Të jemi të sinqert, kriza ekonomike normalisht e ka afektuar dhe tregun imobiliar, disa zona pak më shumë se disa të tjera. E vërteta është që qendra e Tiranës, për aq kohë sa është qendra e kryeqytetit, themi ka më pak oscilacione për sa i përket çmimeve, vëhet re një tkurje, por jo një rënje të çmimesh. Pra nëse do flasim për një rritje mritjesh, të çmimeve, nuk mund të flasim për rritjen e ritmeve të para 4-5 viteve, por në një farë mënyre kemi një stabilitet të çmimeve, që në një farë mënyre unë besoj se vjen dhe si pasojë e ekuilibrit tregut, sepse kërkesa dhe oferta janë ato dy elementë cilët përcaktojnë realisht cili duhet jetë çmimi i një produkti. Dhe këtë neve mundohemi t'ja u bëjmë të qartë, sidomos klientave shitës, sepse fillimisht duke u nisur dhe nga optimizmi që ka një apartament qendër Tiranës, ndonjëherë kalojmë në disa çmime të egzageruara. Janë shumë të larta për tregun. Që janë shumë të larta dhe duke pasur parasysh dhe infrastrukturën që neve kemi në Shqipëri. Sepse jam dakord që është një apartament qendër Tiranës, mund të ketë shumë shërbime afër, por në 90% të rasteve apartamentet mund të kenë probleme nga më të ndryshmet, që kanë të bëjnë qoftë me mirëmbajtjen, me organizimin e pallatit, me administrimin e tij. Ndërkohë që pallatet e reja që po bëhen dita ditës janë gjithnjë e më larg qendrës, po themi. Më larg qendrës, po janë dhe më larg standardeve të ndërtimit të para 10 viteve. Pra flasim për ashensor smart, flasim për administrim shumë të mirë, flasim për security 24 orë, flasim për recepcione shumë të mëdha, shumë mirë të organizuara, dhe andaj çmimi i një apartamenti të para 10 viteve nuk mund të krahasohet me çmimin e një apartamenti super luksoz të sapo ndërtuar. Dhe kjo është gjithnjë të themi një duet që neve bëjmë me agentin me klientin derisa klienti e kupton pastaj që çmimi duhet të afrohet me kërkesën që ka realisht. Dhe fatmirësisht kemi pasur klientë cilët e kanë pranuar asistencën tonë, kanë pranuar profesionalizmin tonë dhe kanë arritur të bëjnë shitje suksesshme me neve. Po për ambientet komerciale është e njëjtë të çmimesh apo? Ambientet komerciale varet shumë nga pozicioni që ato kanë. Domethënë ato që janë pozicione nefralgjike themi të ekonomisë në Tiranë kanë çmime shumë të kripura. Dhe ndonjëherë me drejtë sidomos
klientë të huaj diskutojnë dhe flasin për çmime si në Rom ose në Athinë. Dhe ka një farë paradoksi që themi të sinqert, sepse ne jetojmë në Tiranë dhe kushtet janë ndryshe. Por e vërteta është që është vetë tregu që i rregullon, të themi, dhe indikatorët e blerjes dhe të shitjes. Sa shkon 1 metër katror, po themi apartament për të shitur, sa është vlera, dhe ambient komercial, në çfarë çmimesh variojnë? Nuk mund të t'jap një çmim fiks, për një arsye shumë të thjeshtë, që sikur se ta thash dhe pak më përpara, vetë pozicioni që mund të ketë një ambient komercial, edhe në të njëjtën ndërtesë ndryshon. Pse? Sepse nëse flasim për një qoshe, atë që ne i quajmë corner. Corneri në terma komercial ka shumë benefite, se një ambient komercial në po të njëjtin pallat, po që mund të jetë nga mbrapa, që nuk ka një kalueshmëri të madhe, nuk ka vizibilitet nga rruga, mund të ketë pak dritë, mund të ketë një ndriçim shumë të mirë, që në rast se do të flasim pastaj për ambient komercial shitje, do të ishte shumë e vështirë që të tërheqë klientel. Pra janë shumë element ato të cilët bëjnë në tot çmimin final. Po qyradhënia, çfarë çmimesh varion dhe si ka qenë kërkesa? Po në Tiranë, të paktën në zyrën time, ne kemi apartamente që ne diskutojmë me 25-30.000 lekë të rinj, deri në 3.000, 4.000, 5.000 euro. Pra varet, domethënë ka një gap shumë të madh ndërmjet çmimit minimal dhe atij maksimal. Çmimet minimale gjithmonë i referojnë apartamenteve me qira që mund të jenë dhe në qendër, por që nuk janë me ndonjë mobilim shumë. Janë të vogla në hapësirë. Janë të vogla në formë garsoniere ose 1+1 me një mobilim, themi, shumë të thjeshtë. Ndërkohë që pastaj kur flasim për shifrat e larta, flasim për pozicione perfekte në Tiranë, flasim për drita, flasim për rrugë kryesore, flasim ndonjëherë për kate të larta. Pra, domethënë, në varësi me çmimin shkon dhe paketa e serviseve që ofrohen. Si ka qenë raporti kërkesë-ofertë këtë fillim vit? Fillim vit ka ngaluar 3 muaj, si ka ecur, ndoshta të krahasuar me vjet? Që të jemi sinqert, neve kemi shumë kërkesa në zyrë. Kjo si pasojë e markës që ne kemi, si pasojë e pozicionit, si pasojë e lidhjeve që agjentët kanë, pra të suksesit që ata kanë pasur me klientë të tjerë. Ajo që unë do të theksoja, vëhet re një dualizimi kërkesave. Janë ato kërkesat, themi, që shkojnë nga 50-60.000 euro për një apartament të vogël dhe që në 90% të rasteve merren me kredi, mund të shkojnë edhe diçka më shumë në varësi dhe të lëvizjes pastaj të kërkesës që bën klienti ose të sipërfaqes që bën klienti. Dhe kemi ekstremin tjetër, apartamente shumë të shtrenjta. Pra kemi kërkesa për apartamente shumë shtrenjta, kemi kërkesa për vila, të themi të stileve luksoze, në periferi ose në qendër të Tiranës, të cilat ofrojnë një seri shërbimesh që është pak e vështirë ta paraimagjinoj para 5 ose 10 vjetësh. Kryesisht janë ata të huajt, ata që kërkojnë apartamente me qira në qendër të Tiranës, sepse orientohen më së miri, përgjithsisht se qytetarët shqiptarë zgjidhin më shumë periferinë për shkak dhe të kushteve. Si adresohen në zyrat tuaja nëpërmjet internetit, apo ka një guid përcaktuar apo lokacione? Që t'jemi sinqert, vetë sistemin e na sill shumë kërkesa, sidomos kur vjen puna për klientë të huaj. Pra klientët e huaj bëjnë Google search, Shqipërinë themi, nëse nuk kanë ardhur akoma në Shqipëri, dhe me njëri del Centri 21. Dhe në varësi pastaj të pozicionit që ato përcaktohen në Tiranë, janë zyrat tona që i vinë në funksion. Ju e thatë që zyra jonë është në qendër të Tiranës, andaj dhe në 90% neve na referohen nga Sheshi Skënderbej, sepse afërsia që kemi me sheshin është shumë e madhe. Shikojnë në sistem, referohen nga sistemi, marrin kontaktet e zyrës ose kontaktet e direkt agentit që e ka të listuar një pronë që atyre u duket simpatike, kërkon një takim në zyrë, i bëhet pastaj përcjellja në ambiente deri në momentin që finalizohet. A ka kërkesat larta për biznes, për ambiente komerciale, duke qenë se qendra është vendi më i lakmueshëm, por edhe që nuk e lën shpesh ata që kanë dyqane? Kjo është e vërtetë. Kërkesa për në qendër ka dhe janë të vazhdueshme, madje unë tani para se të vija pata një takim me një shtetas italian, i cili ka vite që është prezent në tregun shqiptar dhe kërkon fokusin e ka në qendër të Tiranës. Dhe normalisht si ai janë dhe shumë biznesmen të tjerë, shqiptar ose të huaj, që kanë tendencën e lëvizjes drejt qendrës, edhe për shkak të vizibilitetit, për shkak të themi të reklamimit, sepse shumë kollaj të thuash e kam
zyrën ose kam ambientin në qendër, gjendë të shumë kollaj, dhe ndonjëherë janë dhe të gatshëm të paguajnë edhe çmime të cilat kanë shumë diferencë, ndoshta me të njëjtën sipërfaqe, po pak më në distancë. Por ka ambiente të mjaftueshme për t'ia u vënë dispozicion apo ka mungesë? Të jem e sinqert, ka mungesë të ambienteve të mira në qendër të Tiranës. Kur them të mira, nuk kuptoj sipërfaqe të mëdha, të bollshme, me lartësi të mëdha, me dritë, me ndriçim, ndoshta jo me shumë shkallë, sepse një nga problemet që kanë pasur ndoshta pallatet e reja të ndërtuar i rishtazi, është diferenca që ka, themi kati zero me trotuarin. Dhe ndonjëherë kjo mund të bëhet problem për llojin e biznesit. Për shembull, një supermarket nuk nënkuptohet me shumë shkallë. Sepse në përgjithësi përdoren karrocat ose mobilerit, duhet të jetë e sheshtë. Sikurse dhe lartësia, që të jemi të sinqertë, janë të pakta ambientet komerciale në Tiranë që kanë një lartësi shumë të bollshme. Dhe këtu ju i referojnë bizneseve që kanë të bëjnë me mobilerin, që kanë të bëjnë me shërbime të ndryshme kancelarike, biznese që kanë të bëjnë me aksesor zyrash, të cilat duan lartësi sepse kanë nevojë për reklamim. Dhe prandaj them që nuk ka shumë ambiente të mira. Ose është kjo tendenca e bërjes së dyqaneve të vogla, nga 20 deri në 40-50 metra katror. Që nuk janë hapësira të bollshme. Që nuk kanë hapësira të mjaftueshme. Edhe një pyetje të fundit. Për thuajse një vit janë bllokuar lejet e ndërtimit, çka do të thotë që nuk ka më ndërtime të reja dhe si reflektohet kjo te agjencitë imobiliare? Ka më pak ambiente për të vënë në dispozicion apo si funksionon? Që të jemi të sinqertë, ne në Shqipëri nuk është se vuajmë për ambiente. Domethënë ne ambiente kemi, problemi qëndron te cilësia e tyre. Dhe e vërteta është në tregun imobiliar, ne si franchise jemi shumë prezent, kemi një tot shumë të madh pronash, të gjitha zyrat së bashku, por duhet pasur parasysh dhe fakti që neve nuk flasim mbi 20-25% të tregut imobiliar në Shqipëri që kalon nëpërmjet imobiliarës. Andaj ne kemi goxha pjesë të tortës së ekonomisë imobiliare për të marrë, themi. Dhe nuk është se kemi vënë re një të kurrje, përkundrazi. Unë mund të them që ndoshta kjo bllokimi i lejeve të ndërtimit i ka shtyrë dhe ato klientë skeptik ta tashohen drejt zyrave tona.